Një Osman nuk mund t'i bëj Kosovës derman. Kosova në vakum konstitucional. Opozita në revansh për përmbysje të pushtetit me zgjedhje së presidentit dhe me sa duket pa një alternativë për Kosovën. Jashtë loje mbeti presidenti aktuale e Kosovës, ambiciozja, por e pakta për nga kapaciteti politik, Vjollca Osmani. Nuk e dim se çfarë priste presidenti aktuale nga pozita dhe nga opozita. Nga vetë vendosja Vjollca Osmani nuk ishte çfarë të priste, teksa në mungesë të besnikërisë dhe konsistencës, tradhëtoi dhe braktisi Albin Kurtin për synime dhe objektivat e personale, por as pak largpamse. Kurse nga opozita, ku një ndikim jo të vogël ka i famshmi, Tirani, Rama i Tiranës, nuk kishte pse të kishte shpresa për kandidim, presidenti aktuale, e cila me sa duket po përdoret shëmtuar. Kjo që po shohim të ndodh sot në Kosovë, në thelb është papërgjegjshmëri politike e të zgjedhurve të opozitës. Është mungesë totale e vëmendjes për vendin dhe zhvillimin. Dhe mbi të gjitha është revansh kundër vetë shtetit. Është tendencë e pastër për ta kaluar vendin në një tranzicion të panevojshëm dhe në një destabilitet frenues për ekonominë dhe statusin e Kosovës në planin më të gjerë gjeopolitik. Sidomos në këtë periudhë konfliktesh të hapura gjithandej, ku recensioni ekonomik, kaosi dhe konfuzioni i politikës dhe pushteteve mbizotëruese është në zenith. Në të tilla momente kaotike për gjeopolitikën, vende të vogla si Kosova duhet të jenë edhe më të konsoliduara, edhe më të përqendruara në funksionimin e shtetit të tyre, për të marrë goditje më të vogël të mundshme nga faktorët e jashtëm. Por ja që kjo nuk po ndodh. Përkundrazi po ndodh krejt e kundërta. Albin Kurti ka dalë fitues para pak javësh në zgjedhjet parlamentare, duke siguruar një shumicë që e solli sërish në postin e kryeministrit. Albin Kurti, aktivisti politikan, rikonsolidoi numrat elektoral dhe betonizoi radhët e mbështetësve të tij me zgjedhjeve të sapo zhvilluara. Një goditje indirekte e qeverisë së Kosovës, mes fiaskosë së moszgjedhjes së presidentit për të rrëzuar Kurtin nga pushteti, nuk i bën asgjë tjetër Kurtit, veç se e bën edhe më potent, bazën e tij e bën edhe më solide, edhe më këmbëngulse për të shtuar radhët e saj dhe për të përmirësuar përqindjen, nëse zgjedhjet të parakoshme do të rezultojnë nga moszgjedhja e presidentit. Personazhi Vjollca Osmani, një ndër ato personazhe që për shkak se është femër dhe u ndodh në vendin e duhur, në kohën e duhur, i dhan krahun, e tërhoqën për të qenë në pushtet dhe pjesë e kupolës së politikës kosovare. Prezenca e kësaj gruaje në pushtet është shorti politik që kanë disa femra, në kuadër të barazisë gjinore dhe përfaqësimit, dhe asgjë më shumë. Nëse krahasojmë dy figurat, atë të Kurtit me Osmanin, janë dy të pangjashëm në lloj. Dy persona që në politik njëri ka hyrë si aktivist dhe i vetkrijuar, me shumë mund dhe aktivitet tjera. Osmani pra, ka qenë thuajse e katapultuar, e emëruar, sepse nuk shuhet as fare, as për aftësi në retorik me publikun, as për gjenialitet mendimi politik, as për qëndrime konsistente. Mund të themi pa droj se nuk shuhet për asgjë dhe është një figur politike e dehidratizuar. Osmani dhe gjithë depozita politike në Kosovë janë sorosian të lindur dhe të rritur. Dhe ata që nuk janë të lindur, janë të imponuar për të qenë të tillë, sorosian pra, majtist. Deri di Osmani me Biden, Hillary dhe batërdin leftiste, sot gelatin për para Trumpit. Ndërsa po të krahasojmë Thacin dhe Kurtin, njëri është djali i armës që ja dhan Clintonët për ta shkrehur, dhe më pas i falën postin drejtues, kurse tjetri është djali i rrugës së aktivizmit. Rikthehemi tek presidentja Osmani dhe i themi se duhet ta di mirë që me një aktivist politikan si Kurti, duhet të kishte qëndrime dhe raporte të tjera. Një aktivist politikan i ka rënjët e trungut të tij politik në popull. Një politikan e emëruar si Osmani është pa rënje. Ka vetëm duar për të takuar personalitete në samite dhe shfaqje politike. Ka buzëqeshje dhe havitje për të spikatur, por asgjë më shumë. Dhe duart dhe buzëqeshjet nuk të mbajnë në politik. Politika është arti dhe shkenca e qeverisjes, që ka të bëjë me vendimarrjen, menaxhimin e pushtetit, organizimin e bashkëjetesës shoqërore. Politika është procesi i zgjidhjes së mosmarrveshjeve, zbatimi të rregullave për të siguruar drejtësi dhe siguri, si dhe angazhim në çështjet publike. Politika lidhet drejt për drejt me ruajtjen, mbrojtjen dhe me ushtrimin e pushtetit. Politika synon të rregullojë bashkëjetesën, të mbrojtë të drejtat dhe të arrijë konsensus. Ndërsa Vjollca ngutet të shpërbëjë kuvendin e Kosovës, duke shkelur kushtetutën, duke çrregulluar bashkëjetesën, duke mos kërkuar konsensusin, duke mos mbrojtur ushtrimin e pushtetit, duke mos u përpjekur të zgjidhë mosmarrveshje. Ambiziozja, por e pakta politikisht Osmani, flet për kushtetutë, pasi asnjë parti nuk e zgjodhi për ta patur kandidate për presidente. Kurti nuk e ka më në refenen e konsideratave të tij politike, por së opozita me sa duket. Por Vjollca mendoi t'i vinë në shërbim opozitës së Kosovës dhe Edi Ramës.
me shpresën e premtimeve që mund t'i kenë dhënë strofullave fshetazi, të paktës ambicioze dhe të paaftës Vjollca Osmani. E madhe gjëma që Kosova lind dhe rrit mina dhe granata politike, që nuk e lën kur të bëjë grej kokë. Kosova po kalon në zgjedhje jo me verdiktin e popullit, por me egon dhe inatin e opozitës, me papërgjegjshmërinë e opozitës. Ndaj Albin Kurti do të fitojë sërish, ndaj Kurti do të ketë përqindje edhe më të lartë në zgjedhjet e parakohshme në Kosovë dhe do të jetë sërish kryeministër. Thaçi në burg dhe Rama drejt tij. Çdo e keqe ndodh për mirë. Mast Channel. Please subscribe.